Përplasjet politike bllokojnë reformën në drejtësi, Xhafaj thirret në Venecia, majoranca shqyrton planin B të zgjedhjeve të parakohshme në rast dështimi. Zgjerohet qendra pritëse e mujahidinëve në Babru, brenda korrikut pritet ndërtimi i godinës së re, e cila përballon dyfishin e numrit të azilkërkuesve. Ngrirja e pagave çoi në rënien e fuqisë blerëse. Banka e Shqipërisë vijon politikën monetare stimuluese edhe pse pranon goditjen e depozitave të qytetarëve. Tritol në garazhin e një pallati në Tiranë, 200 gram eksploziv aktivizohet me celular, hetohet në pistën e kërcënimit ndaj pronarit Arjan Zika. Rrezik epidemie në çadrat e emigrantëve në Greqi, zbulohen në raste me hepatit, autoritetet bëjnë gati zhvendosjen, por refugjatët refuzojnë kampet. Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në edicionin informativ të orës 15 këtu në Vision Plus. Përplasjet politike kanë lënë pezull miratimin e ndryshimeve kushtetuese për finalizimin e reformës në drejtësi. Në këtë situatë ngërçi, plani B i hedhur në tryezë janë zgjedhjet e parakohshme, pasi vetëm një ditë më parë Pandeli Majko paralajmëroi këtë lëvizje. Ndërkohë Komisioni i Venecias ka thirrur për diskutime Fatmir Xhafajin, kryetarin e Komisionit të Posaçëm të reformës. Ndryshimet kushtetuese që do t'i hapin në rrugë reformës në sistemin e drejtësisë shqiptare, për momentin ndodhen në udhkryq. Pas miratimit të opinionit të Komisionit të Venecias, palët janë të ndara mbi mënyrën se si do të vijojnë diskutimi i ndryshimeve. Majoranca këmbgul që puna të nisë me hartimin e një drafti nga ekspertë të nivelit të lartë, ndërkohë që opozita kërkon dialog politik. Në këtë përballje, LSI është në të njëjtën linjë me qëndrimin e demokratëve. Reforma në sistemin e drejtësisë është jo thjesht dhe vetëm kriter për avancimin në procesin e integrimit evropian të vendit, por edhe një kusht i padiskutueshëm, i përcaktuar nga partnerët ndërkombëtar. Për të diskutuar mbi ecurinë e reformës, në Veneci ka shkuar kreu i Komisionit të Posaçëm parlamentar Fatmir Xhafaj. Në këtë klim të vështirë politike, socialisti Pandeli Majko, antar i Komisionit të Posaçëm parlamentar, ka bërë një deklaratë të fortë. Pas një lloj diplomacie, në një postim në rrjetin social Facebook, ai shkruan për zgjidhje të ngërçit të reformës ose zgjedhje të parakohshme. Nëse nuk mundemi të bindim kundërshtarët e reformës së drejtësisë, atëherë shoqëria shqiptare nuk duhet të lihet si vëzhguese. Kjo reformë nuk është pronë e politikanëve, pasi për politikën drejtësia ka funksionuar shumë mirë. Përgjigjja e debatit steril për dashurinë e politikanëve për atë dheun dhe partinë ka raste që ka kuptim. Partia Socialiste nuk ka pse pranon bashkëfaqësi në këtë histori mafioze që rëndon mbi drejtësinë shqiptare. Unë kam një propozim për kongresin e partisë sime, të cilën e dua sa dua Shqipërinë. Partia në çdo rast është pjesa. Shqipëria ka brenda edhe kundërshtarët politik me të cilët ndajmë një adhe dhe një të ardhme. Pa drejtësi nuk ka të ardhme për vendin tonë. Të vetëm nuk e dalim dot. Kjo zgjidhje kërkon zgjedhje. Duhet të vendosim. Në këtë rast, maskat nuk funksionojnë. Qëllimi është që ndryshimet kushtetuese për reformën në drejtësi të miratohen në fund të këtij muaji, para vizitës së Komisionerit për Zgjerim në Bashkimin Evropian, Johannes Hahn, për t'i dhënë këtij të fundit një mesazh se Shqipëria është gati për të hedhur hapin e radhës drejt integrimit evropian. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha po merr pjesë në takimin organizuar nga Partia Popullore Europiane në Vjenë. Sipas njoftimit të zyrës të shtypit pranë Partisë Demokratike, në këtë takim, një vëmendje veçantë do t'i kushtohet zhvillimeve në Ballkanin Perëndimor. Përveç situatës në vendet e rajonit, diskutimet do të përqendrohen edhe tek migracioni, si edhe lufta kundër terrorizmit dhe radikalizmit. Presidenti i PPS Joseph Daul, kryetari i Komisionit për Punët e Jashtme në Parlamentin Evropian Elmar Brok, si edhe ministrat jashtëm të Bashkimit Evropian janë pjesëmarrës në këtë takim, i cili drejtohet nga ministri i jashtëm austriak Sebastian Kurz. Ndërkohë, në fillim të javës së ardhshme, Basha u thon drejt Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku do të takohet me zyrtarë të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit dhe përfaqësues të Kongresit. Për pritjen e azilkërkuesve, autoritetet shqiptare po zgjerojnë qendrën e strehimit të tyre në zonën e Babrus, ku aktualisht janë akomoduar mujahidinët dhe ujgurët. Me një fond prej $950.000 parashikohet ngritja e godinës së re brenda muajit korrik. Qendra aktuale ka një përmirësim, kjo fal bashkëpunimit me partnerët, por është shumë larg asaj që ne do donim. Kjo sa i takon kushteve. Sa i takon kapacitetit,
jemi ende në gjendje të përballojmë edhe shtim eventual të fluksit. Megjithse në shtator të vitit 2014, Ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri tha se qendra e pritjes për azil kërkuesit në Babru mund të përballojë fluks në rritje, shtimi i tyre kërkon kapacitete më të mëdha. Për këtë në korrik të këtij viti do të përfundojë godina e re për azil kërkuesit në Babru. Qeveria ka dhënë një fond prej $950.000 për këtë ndërtesë katërkatëshe, ndërkohë që ka depozituar kërkesën për tender në Agjencinë e Prokurimeve Publike. Projekti parashikon prishjen e godinës ekzistuese dhe ngritjen e një ndërtese të re, e cila mund të përballojë dhe dyfishim të numrit të azil kërkuesve. Aktualisht në qendrën e Babrus akomodohen rreth 100 azil kërkues, kryesisht mujahedin por dhe ujgur. Sipas procedurave, fillimisht ata strehohen në qendrat e pritjes dhe pas verifikimeve si dhe pajisjes me leje të posaçme qëndrimi, ata integrohen në shoqëri dhe mbajnë lidhje me një oficer kontakti. Nga ana tjetër, frika për mbërritjen e refugjatëve sirianë në vendin tonë ka detyruar policinë të shtojë masat në monitorimin e vijës së gjelbër të kufirit me Greqinë. Pas Kapshticës dhe Pustecit, tashmë janë shtuar patrullat dhe në malin e Gramozit, zonë e cila kontrollohet përgjatë 24 orëve. Rrezik epidemie në çadrat e migrantëve në Greqi, autoritetet raportojnë zbulimin e rasteve me hepatit dhe bëjnë gati zhvendosjen e tyre në kampe, por kanë hasur në rezistencën e refugjatëve. Gjendja është rënduar edhe nga rreshtet e shiut dhe temperaturat e ulta. Zhvendosja e më shumë se 12.000 emigrantëve nga pika kufitare i Domeni drejt kampeve të ngritura për ta, ka krijuar një situatë emergjente në Greqi, veçanërisht pas frikës për përhapjen e një epidemie të mundshme. Në çadrat ku qëndrojnë emigrantët janë diagnostikuar 2 persona me hepatit A, një prej të cilëve një 9 vjeçare siriane. Ata kanë marrë mjekim në spital dhe nuk ndodhen në rrezik për jetën. Hepatiti A është një virus që transmetohet përmes ushqimit dhe ujit të ndotur ose përmes kontaktit me një person të infektuar dhe shfaqet në kushte të këqija higjienike. Por pavarësisht apeleve të përsëritura për largimin nga çadrat në qendrat e pritjes larg kufirit, emigrantët vazhdojnë të bëjnë rezistencë me argumentin se nëse hapen kufit, do ta kenë të pamundur për të kaluar drejt Maqedonisë. Përplasjet mes tyre kanë qenë të shpeshta për ushqim dhe dru zjarri, ndërsa gjendja është rënduar për shkak të rreshjeve të shiut dhe temperaturave të ulta. Megjithatë, vendet ballkanike që kanë mbyllur kufit nuk kanë ndryshuar qëndrim dhe në samitin e ardhshëm të 17 marsit, vendet e Unionit pritet të marrin vendime për menaxhimin e krizës. Nga ana tjetër, as fluksi mbërritjeve nga Turqia drejt Greqisë nuk është ndalur. Kryetari i Kuvendit Ilir Meta priti në një takim të veçantë ministrin e shtetit për marrëdhëniet me parlamentin në Turqi, Ahmet Gundogdu. Gjatë takimit u theksua se 2 vendet kanë marrëdhënie të shkëlqyera dhe u nënvizua rëndësia e forcimeve të tyre në fusha të rëndësishme si ekonomia, shëndetësia, kultura, arsimi e të tjerë. Gjatë takimit, kryeparlamentari shqiptar është ndalur në situatën e krijuar si pasojë e krizës së refugjatëve. Ai ka vlerësuar rolin e Turqisë dhe përpjekjet e saj për të ndihmuar miliona refugjatë të cilët po përpiqen të shpëtojnë nga lufta. Banka e Shqipërisë në raportin e saj vjetor konstaton se ngrirja e pagave çoi në rënjen e konsumit. Ndërkohë, politika e uljes së normës bazë të interesit do të vazhdojë edhe pse Këshilli Mbikëqyrës pranon se goditjen kryesore e kanë marrë depozitat. Ngrirja e pagave në sektorin privat dhe ato publik është një nga shkaqet kryesore që Banka e Shqipërisë nënvizon si goditëse të fuqisë blerëse dhe rënjes së konsumit. Në raportin vjetor të vitit 2015, Banka Qendrore sqaron se ka ulur disa herë normën e interesit të lekut për t'u përgjigjur rreziqeve të një inflacionit të dobët, ku optimali që ajo parashikon për Shqipërinë është 3%, shumë larg vlerës 0,2 që ky tregues rezultoi për shkurtin. Politika monetare ka forcuar natyrën stimuluese gjatë vitit 2015 në përgjigje të presioneve të dobta inflacioniste. Norma bazë është ulur 2 herë gjatë vitit 2015, duke zbritur në nivelin 1,75% në fund të vitit, nga 2,25% në fillim të tij. Për të përforcuar përcjelljen e stimulit monetar, Banka e Shqipërisë ka rritur injektimin e likuiditetit. Këshilli Mbikëqyrës i bankës pranon në këtë raport se me gjithë uljen e vazhdueshme të normës bazë për lekun, goditjen kryesore kanë marrë depozitat e qytetarëve në një kohë që kredia vijon të jetë në rënje. Për sektorin privat, viti që shkoi dha më pak hua se në 2014, duke shënuar për të dytin vit rresht rënje negative. Kostoja mesatare e kredisë për sektorin privat është reduktuar me rreth 0,5 pikë përqindje gjatë vitit 2015.
Rënje kanë pësuar gjithashtu edhe normat e interesit të depozitave në lek dhe të letrave me vlerë të qeverisë. 2015 rezulton për herë të parë dhe me fenomenin e tërheqjes së kursimeve nga bankat. Depozitat në lek shënuan një rënje negative për shkak të uljes së ndjeshme të interesave. Sipas Bankës së Shqipërisë, investimi i individëve në bono thesari u rrit me $180 milion. Elbasani përgatitet për mira vizitor në ditën e verës, karnavale, ekspozita dhe panajire. Në Tiranë, Bashkia Aksion Pastrimi Velia i premton landfillin e ri. Në kampionatin portugez, 2 skuadrat pretendente për titullin kampion Sportingu dhe Porto fitojnë ndeshjet e javës të 26, takimet ekskluzivisht në Tring. $200 tritoli aktivizuar me celular shpërtheu në qepenin e garazhdit në pronësi të Arjan Zikas. Incidenti ndodhi në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele pranë zonës të njohur si parku i autobusëve në Tiranë. Nga shpërtimi nuk pati asnjë të lënduar, por vetëm dëme materiale. Për ngjarjen u shoqëruan disa dëshmitar, ndërsa pista e hetimit sipas policisë është ajo e kërcënimit ndaj Arjan Zikas, i cili banon prej vitesh në këtë pallat. Pas marrjes të dëshmisë, Zika ka mohuar konfliktet me persona të tjerë, ndërkohë që vijojnë hetimet. Arrestohen 3 persona lidhur me plagosjen e ndodhur ditën e djeshme në qytetin e Durrësit, ndërsa një tjetër është shpallur në kërkim. Të prangosurit janë Ervin Qerimi, Eluert Hoxha dhe Elvis Kurti, të 3 banues në qytetin bregdetar. Ata u përfshin në një konflikt për motive banale, ku 2 prej tyre mbetën të plagosur me pistolet dhe njëri u qellua me thik. Gjithashtu për ngjarjen u shpall në kërkim nga policia edhe Bekim Gjoka, i cili dyshohet se ka përkrahur autorët e plagosjes. Në vend ngjarje u sekuestrua në cilësinë e provave materiale, një plumb dhe 3 celular. Elbasani nis përgatitjet për ditën e verës, autoritetet vendore kanë organizuar karnevale, ekspozita e panajire, ndërsa presin mira vizitor. Ndërkohë, për garantimin e sigurisë përgjatë festiveve, policia ka angazhuar qindra efektiv. Elbasani përgatitet të pres mira vizitor për ditën e verës. Viktorët e këtij qyteti janë të parët që përcjellin urime tek kësaj feste. Mbi 50 punime u vendosën në stendat e galerisë në ekspozitën titulluar Dita e Verës. Deputeti Fatmir Toçi, pjesë e këtij eventi, theksoi se vëmendja e pushtetit qendror dhe atij lokal duhet të përqendrohet në Elbasan, sidomos në promovimin e artistëve të rinj. Arti ka nevojë për një mbështetje më të madhe nga administrata shtetërore, ka nevojë më shumë për vëmendje nga politika dhe nga shteti shqiptar. Po gjithë këto aktivitete që bëhen, besoj që janë edhe një kambanë që tundet që këto institucionet jenë më të vëmendshme. Për pedagogun e Akademisë së Arteve Gazmend Leka, hapja e galerisë merr një specifik të veçantë kur publikohen në ditën e verës. Kur më propozuan që të marr pjesë me piktorët e Elbasanit, mu bë shumë qefi. Atë parë sepse ndjej që jam i këtij vendi. Aq më tepër që ekspozita çelet me një spektër shumë të madh artistësh, duke filluar që nga Xhemal Lufta, duke mbaruar tek studentët e Akademisë së Arteve. Për një ditë Elbasani do të kthehet në kryeqendrën e vendit, priten që të mbërrijnë vizitor nga të gjitha trevat shqipfolse. Autoritetet vendore do të organizojnë një sër aktivitetesh, si karnavalet me shkollat nëntëvjeçare të qytetit, cross sportiv me gjimnazistët dhe shfaqje me këngëtarë humorist. Për sigurimin e rendit dhe qetësisë publike, policia e Elbasanit ka publikuar masat për bllokimin e akseve rrugore gjatë festimeve të ditës së verës. Në ndihmë të uniformave blu, do të vijnë në dispozicion dhe forcat e policisë së Tiranës, ku do të angazhohen në total 306 efektiv. Në prag të festiveve të ditës të verës, Bashkia e Tiranës ndërmori sot një aksion pastrimi. Kryebashkiaku Erion Veliaj premtoi se shumë shpejt do të ndërtohet landfilli i ri për menaxhimin e mbetjeve në Sharr, një zgjidhje që do të jap fund krizës së 4 viteve të fundit. Të pastrojmë Tiranën, ka qenë ky aksioni i bashkisë i nisur në orët e para të mëngjesit të së dielës, duke u përqendruar kryesisht në pikat më problematike të kryeqytetit. Pjesë e kësaj fushate ishte edhe vetë kryebashkiaku Erion Veliaj, i cili tha se kjo traditë e nisur një vit më parë, këtë herë ka si simbolik ditën e verës. Unë e di që detyrë funksionale e bashkisë është pastrimi.
Megjithatë, ai që ndotur është Tirana, saqë të gjithë duhet t'japim një dorë pavarësisht se institucionet tona bëjnë maksimumin. Të dalim sot, përdorim këtë kohë të bukur që na dha natyra për të pastruar secili lagjen e vet, secili komunitetin e vet, secili poshtë pallatit vet. Kryetari i Bashkisë bëri të ditur se shumë shpejt do të zgjidhet edhe çështja e landfillit të Sharrës. Tashmë kemi marrë një vendim dhe bashkë me Bankën Botërore dhe IFC-n ne do të futemi në një proces konkurimi publik për të ofruar zgjidhjen më të mirë të trajtimit të mbetjeve dhe mbeturinave në qytetin e Tiranës. Ky aksion synon ndërgjegjësimin e komunitetit si dhe pastrimin e zonave problematike, të cilat janë kthyer në vend grumbullime të mbetjeve. Dita e verës festohet edhe në Concord Center. Artistë të ri nga Kosova e Maqedonia kanë ekspozuar në ambientet e kësaj qendre punime në pikturë e skulpturë, të cilat përcjellin emocionet e kësaj feste. Dyert e qendrës tregtare Concord në kryeqytet të herë janë hapur për një ekspozitë arteve pamore, e cila do të ofrojë disa nota arti për të gjithë vizitorët e saj. Me në qendër ditën e verës, ekspozita mban titullin Frymë pranverore dhe shënon edicionin e 3 të saj. Është padyshim një vlerë e shtuar që në aktivitetet tona marrin pjesë të talentuar dhe artistëve të nga Shqipëria, por edhe nga Kosova, Maqedonia dhe treva të tjera shqiptarëse. Artistë nga të gjitha trevat shqiptarëse kanë ardhur renkas për të përcjellë emocionet pozitive të kësaj stine, e cila përjetohet nga ta në mënyra të ndryshme. Si në vigjilje të ditës pranverës, menduam të organizonim për të tretë këtë aktivitet. Pjesëmarrja këtë vit ishte e konsoliduar dhe me punime shumë interesante dhe solli një atmosferë shumë pranverore. Qendra Concord ka qenë gjithmonë mikpritse për aktivitetet të cilat zbavitin klientët e saj, por edhe ofrojnë mundësi promovimi për talentet e reja. Lidhja Demokratike publikon videon e sulmit me Molotov ndaj shtëpisë kryeministrit Isa Mustafa gjatë protestës së opozitës më 26 shkurt. Ndërkohë, pas incidenteve në rritje, policia e Kosovës ka shtuar masat e sigurisë. Incidentet e javëve të fundit ku janë sulmuar institucione dhe seli partish në Kosovë, po janë ndjegur automjete të zyrtarëve të qeverisë, kanë detyruar policinë të rrisë masat për parandalimin e këtyre akteve. Prania efektive me uniformë dhe civilë shtuar, ndërsa po kryen hetime për të zbuluar autorët dhe motivet e këtyre sulmeve. I fundit ishte ai mëngjesit të së shtunës në zyrat e presidencës në Prishtinë, ku persona të maskuar hodhën bomba Molotov duke shkaktuar dëme materiale. Këtë të diel LDK publikoi dhe video të sulmit po me Molotov ndaj shtëpisë së kryeministrit Mustafa në 26 shkurt gjatë protestës së opozitës. Objekti i njësër sulmesh janë bërë godina e qeverisë si dhe automjetet e zyrtarëve të Lidhjes Demokratike dhe Partisë Demokratike e familjarëve të tyre. Por të gjitha këto raste ku është dëmtuar prona publike dhe private kanë mbetur pa autor. LDK kërkon zbardhjen e këtyre ngjarjeve dhe daljen e përgjegjësve përpara drejtësisë. Gjermania mban këtë të diel zgjedhjet rajonale në 3 lande. Procesi konsiderohet si një test për kancelaren Merkel, pasi e favorizuar në këtë garë është edhe një parti e djathtë kundër pranimit të emigrantëve. Në Gjermani këtë të diel po mbahen zgjedhjet lokale në 3 lande që konsiderohen një test për mbështetjen ndaj kancelares Angela Merkel, veçanërisht për politikën e saj të dyrëve të hapura ndaj emigrantëve. Më shumë se 12 milion gjerman zgjedhin parlamentet e reja në atë që njihet si Super e Diela. Një parti e djathtë që kundërshton emigrantët, Alternativa për Gjermaninë, pritet të sigurojë mbështetjen më të madhe. Sfida më e fortë është ajo në landin perëndimor Baden-Württemberg, që konsiderohet bastioni i partisë Merkel, Unionit Kristian-Demokrat. CDU ndërkaq mbetet forcë kryesore në rajonin lindor Sachsen-Anhalt. Politika mikpritëse e Merkel ndaj refugjatëve ka sjellë përçarje jo vetëm në opinionin publik, por edhe brenda partisë së saj. Megjithatë, kancelarja ka kundërshtuar planet për vendosjen e kufizimeve në mbërritjen e emigrantëve, duke mbështetur atë të shpërndarjes së refugjatëve në 28 vendet e Unionit. Nëse Merkel do të humbiste në 2 lande, ky do të ishte dështim në përpjekjet për arritjen e një marrëveshjeje me liderët e Bashkimit Evropian dhe Turqinë për reduktimin e numrit të emigrantëve. Përpara votimit, zëvendës kancelari gjerman Sigmar Gabriel deklaroi se forcimi i Alternativës për Gjermaninë nuk do ta ndryshojë qëndrimin e qeverisë së tij ndaj emigracionit, që lidhet me humanizmin dhe solidaritetin.
Presidenti Barack Obama u bëri thirrje kandidatëve për shtëpinë e bardhë të distancohen nga fryma e përçarjeve racore e fetare. Apeli pason incidentin në mitingun e Donald Trump, i cili vijon të mbetet favorit në kampin republikan. Deri në momentin kur mbështetësit e kandidatit republikan për president Donald Trump u përplasën me një grup protestuesish kundërshtar të tij në Chicago, këtë të premte fushata presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kishte vjuar e qetë. Por pas këtij incidenti që çoi në anullimin e tubimit të parashikuar të Trump, shefi i Shtëpisë së Bardhë, Barack Obama, u bëri apel kandidatëve të shmangin tensionet. Kandidatët për president nuk duhet të bazohen tek fyerjet dhe sigurisht as tek dhuna kundër amerikanëve të tjerë. Ata që garojnë për shtëpinë e bardhë duhet të fokusohen si të përmirësohen, dhe jo të fyejnë, tallin dhe të fabrikojnë fakte apo të sjellin përçarje përsa i përket racës dhe besimit. Trump ka qenë më i sulmuar nga rivalet e tij për retorikën nxitse. Sipas raportimeve, përplasjet në Chicago ku arrestuan 5 persona fillimisht u nxitën nga mbështetës të tij. Policia ndërhyri edhe në një tubim në Kansas City, ku Trump u detyrua të ndërpriste disa herë fjalimin dhe kërkoi që të arrestoheshin protestuesit. Por pavarësisht këtyre incidenteve dhe humbjeve në Washington DC dhe Wyoming, Trump mbetet favorit në garën e republikanëve. Eurimages premton mbështetje për produksionet shqiptare të kinematografisë në kushtet kur paratë e shtetit nuk mjaftojnë për realizimin e një filmi të mirë. Këtë vit, kjo organizat ka krijuar një mundësi më shumë edhe për filmat eksperimental. Filmat e rinj kërkojnë para për të realizuar, edhe pse buxheti i këtij viti është shtuar me 70% për qendrën kombëtare kinematografike, vështirë se një produksion filmik do të mund të mbulohet financiarisht vetëm me ndihmën e shtetit. Në të tilla kushte, Shqipëria antare Eurimazh paguan prej 4 vitesh tarifën për të përfituar nga projektet e kësaj instance europiane, ku aderojnë 43 shtete. Po sa prej këtyre parave janë vënë në shërbim të kinematografisë shqiptare? Këtë edicion jo, por në edicionet e ardhshme ne presim që disa nga produksionet shqiptare të marrin pjesë në aplikim, duke përfituar. Për shembull, mjafton të përmendim rast së shkuar, një nga produksionet tona, Gjendja Koçi me Vita Zëfill e fitoi. Roberto Ola, drejtues ekzekutiv i Eurimazh, në këtë takim me kineastët shqiptar premton më shumë financime për projektet kinematografike, por sigurisht ka edhe një kusht, bashkëpunimin. Jo më kot jam këtu, por dëshiroj të njoftoj se ne kemi shumë dëshirë t'ju ndihmojmë në produksionet e reja. Jam shprehur edhe më herët që në një bashkëpunim të Anglisë dhe Shqipërisë, një vend i vogël si ju duhet financuar, ndaj propozoj më shumë bashkëpunime në kinematografi. Por a janë temat e përsëritura si ato të burneshave apo gjakmarrjes ato që i penalizojnë producentët shqiptar, apo është vetë historia e kinematografisë shqiptare që i kalon të mbyllur edhe kufijtë e bashkëpunimit? Eurimazhi nuk financon prodhimin kinematografik, sepse këtë e marrin përsipër vendet përkatëse dhe bashkëprodhimet. Eurimazhi nxit, ka lindur si nevojë e nxitjes së bashkëpunimeve të vendeve me njëri tjetrin. Kinematografia eksperimentale deri dje e anashkaluar qoftë edhe nga qendrat e kinematografisë të vendeve përkatëse. Kësaj radhe e ka krijuar pikërisht një derë të hapur për të pranuar krijimin të këtij karakteri. Në këto kushte, Butka uron që këtë vit Eurimazh të vlerësoj pozitivisht projektet shqiptare dhe të ndihmojë në realizimin e bashkëpunimeve kinematografike. Lajmet tona përfundojnë këtu, shikues të nderuar, por për më shumë informacion në çdo kohë mund të klikoni në adresën tonë të internetit vizionplus.tv ose mund të informoheni nëpërmjet rrjetit social Facebook. Ndajemi këtu së bashku. Faleminderit për vëmendjen.